Kuadër të bashkëpunimit me qendrën ABA, sot ndodhemi në fermën bujqësore të Zotit Qerim, pranë fshatit Pashalli, njësia administrative Poshnjë Dimal, rrethi Berat. Ajo çfarë është qëllimi i vizitës sot, të demonstrojmë disa aspekte që lidhen me menaxhimin financiar, referuar aktiviteteve të fermave bujqësore, se është i rëndësishëm menaxhimi financiar për fermën bujqësore, cili është roli dhe rëndësia e menaxhimit financiar për aktivitetin në fermën bujqësore, cilët janë mjetet, instrumentet që lidhen me përgatitjen e dokumentacionit, regjistrimeve që lidhen me aktivitetet e fermës bujqësore, cilët janë disa nga sfidat dhe problematikat që hasin sot fermerët sa i përket menaxhimit financiar dhe një çështje e rëndësishme, disa këshilla praktike për fermerët sa i përket investimeve në fermë, kryesisht në sera bujqësore. Ajo çfarë lidhet sot me zhvillimin e bujqësisë, disa nga sfidat që përballet ky sektor janë rritja e produktivitetit, rritja e konkurrueshmërisë, orientim sa më i mirë i fermës bujqësore në treg, që lidhet me produktivitetin, por kapacitetin, por jo vetëm me punëzënien, dhe investimet në sera bujqësore përfaqësojnë një nga aktivitetet më të rëndësishme, dhe kjo specifikisht në rrethin e Beratit, dhe u mundsojnë fermerëve prodhim dhe punëzënie gjatë gjithë vitit, rritje të sasisë së prodhimit, rritje të cilësisë prodhimit, rritje të produktivitetit, mundësi më të mëdha për eksport, si edhe mundësi investimi në teknologji bashkëkohore, por jo vetëm. Ajo çfarë lidhet me disa karakteristikat e investimeve në fermat bujqësore, por kryesisht edhe në sera, cikli i prodhimit, sezonaliteti i prodhimit sa i përket produktivitetit apo ajo çfarë shitjes së produkteve, pasiguria dhe rrisje që shoqërojnë në raport me faktorët klimaterik, por ajo çfarë është e rëndësishme, çmimi të blerjes së inputeve dhe garancisë së shitjes së produkteve bujqësore. Një tjetër karakteristik në raport me financimin apo aksesin deri diku të kufizuar të financimeve nga institucionet financiare, banka tregtare, por jo vetëm, dhe kapacitetet profesionale apo njohuritë profesionale në raport me praktikat, shërbimet agroteknike në fermat bujqësore, por jo vetëm. Qëllimi i menaxhimit financiar konsiston në mbështetjen e fermave bujqësore në jo vetëm aftësi profesionale, teknike sa i përket procesit të prodhimit, por njohuri të mira në përgatitjen, mbajtjen e dokumentacionit, plotësimin e dokumentacionit sa i përket gjithë investimeve dhe performancës apo produktivitetit të fermave bujqësore. Një menaxhim financiar i ndihmon fermerët të përdorin burimet e tyre në mënyrë efikase, kontrollojnë, reduktojnë kostot, por jo vetëm të rrisin të ardhurat, fitimin e produktivitetin dhe deri diku të menaxhojnë, të monitorojnë dhe kontrollojnë rrisjet. Por çfarë përfshin menaxhimi financiar? Procesin e planifikimit, organizimit dhe kontrollit të aktiviteteve në fermë bujqësore, kryesisht kulturave që rriten apo kultivohen në fermat, siç janë domatja, spec, tranguj, por jo vetëm, analizën e kostove të shitjes së prodhimeve dhe ajo çfarë lidhet me të ardhurat, vendimarrje sa më eficiente, të sigurta në raport me investimet që kërkojnë fermerët në raport me teknologjinë, por jo vetëm. Dokumentat bazë të regjistrimit që ne do ta trajtojmë edhe në vijim përben një nga momentet më të rëndësishme apo deri diku problematikat që lidhet me suksesin, por jo vetëm performancën dhe produktivitetin e aktiviteteve në fermë. Cila është rëndësia e menaxhimit financiar? Ndihmon fermerin në menaxhimin dhe kontrollin e burimeve financiare, siguron përdorim racional të burimeve kapitale, tok, input, makineri, por jo vetëm, ndihmon fermerin në përgatitjen e dokumentacionin, por jo vetëm sa i përket aplikimit për kredi apo për skema subvencionimi apo grande, ndihmon apo orienton fermerin ku duhet investuar, sa duhet investuar, çfarë teknologjie duhet përdorur, lehtëson procesin e vendimarrjes, si edhe ndihmon në procesin e menaxhimit. Disa nga mjetet apo instrumentet që përfshin menaxhimin financiar, mbajtja e dokumentacionit në raport me kostot operative apo shpenzimet operative, përgatitja e pasqyrave të thjeshta financiare, siç është bilanci, pasqyrat e ardhurave, parashikimin e fluksit të mjeteve monetare, hyrjet apo daljet e mjeteve monetare. Ajo çfarë në këtë demonstrim unë dua të theksoj sot sa i përket investimeve në fermën bujqësore lidhet me mungesën e të dhënave dhe mbajtjen e dokumentacionit, që sjell vështirësi në planifikim, menaxhim dhe kontrollin e investimeve, sjell probleme dhe vështirësi sa i përket financimit nga institucione mikrofinanciare dhe banka tregtare, vështirësi dhe pengesa në aplikimin apo plotësimin e dokumentacionit për subvencione apo grante dhe mbështetje nga agjësi publike apo donator.
çfarë ne rekomandojmë? Mbajtja e dokumentacionit dhe regjistrimit të dhënave për fermën bujqësore dhe kryesisht në raste konkrete të investimeve në serë është shumë e rëndësishme që fermerët të identifikojnë, planifikojnë cilat janë aktivitetet më të suksesshme, më produktive në raport me atë çfarë kërkon sot tregu kombëtar apo vendas, por edhe në nivel pra në tregun evropian dhe më gjerë. Të planifikojnë kohën sa i përket blerjes apo furnizimit me inpute, kohës apo garancisë së shitjes së produkteve. Të llogaritjen e kostave, një element shumë i rëndësishëm. Të ardhurat, parashikimin në raport me fitimin apo me humbjet. Parashikojnë hyrjet dhe daljet e mjeteve monetare. Përgatisin dokumentacionin e nevojshëm, atë që tham pak më sipër në raport me marrjen e kredi apo aplikimin për skema subvencionimi apo grante. Dhe një tjetër element shumë i rëndësishëm është për llogaritjen e detyrimeve në raport me blerjen e inputeve, furnizimeve, shërbimeve agroteknike, por edhe atë çfarë kanë të tjerët apo klientët sa i përket shitjes së produkteve. Dhe me tekst të fortë sugjerojmë, rekomandojmë që fermerët duhet mbajnë çdo muaj regjistrimet apo shpenzimet që bëjnë në fermën e tyre. Që nga toka është pronë e tij apo marrë me qira, blerja e inputeve, blerja e parave, plerat kimike, shërbimet agroteknike, sasinë dhe vlerën e shpenzimit. Çdo muaj fermerët shpenzojnë mjete monetare, nëse lidhet me pagesat e qeras, sa i përket burimeve kapitale, siç është toka, makinerive bujqësore, mjeteve bujqësore, por jo vetëm, detyrimet, taksat dhe ajo çfarë në rastin kur ka marrë një kredi, pagesat e interesave. Këto të dhëna rekomandohet të regjistrohen çdo muaj në një blok të thjeshtë që ne ndryshe i quajmë edhe regjistri i mbajtjes së të dhënave të fermerit ose në format të thjeshtë Excel-i. Të njëjta linjë, njëjta logjik për të ardhurat. Sa i përket aktiviteteve, sa i përket kulturave që kanë në serën e tyre, prodhimet e realizuara, sasinë e prodhimit, çmimin e shitjes dhe të ardhurat. Një komponent i rëndësishëm që lidhet me menaxhimin financiar është dhe plani financiar, referuar kostot e investimit fillestar, kostot operative, shitjeve dhe të ardhurave, fitimin edhe humere parashikuar, parashikimin e flukseve të mjeteve monetare dhe ajo çfarë lidhet me treguesit e efektivitetit. Dhe një menaxhim i mirë financiar u mundëson fermave bujqësore, por edhe fermerëve, duke mbajtur në mënyrë të rregullt periodike dokumentacionin, monitorimin, ndjekjen periodike të kostove operative dhe të ardhurave, përgatitjen e planit financiar, konsultimin, por jo vetëm bashkëpunimin me ekspert, eksterionist, akademik, institucione financiare, mikrofinanciare, agjësi publike, por jo vetëm, për të përdorur burimet në mënyrë sa më efikase. Të kontrollojnë dhe reduktojnë kostot në aktivitetet, por edhe jo vetëm veprimtaritë e tyre që kanë në fermën bujqësore, konkretisht në sera, për të rritur të ardhurën dhe produktivitetin. Të lehtësojnë procesin e vendimarrjes, të kenë një eficiencë në kryerjen e investimeve, të sigurojnë burimet financiare dhe ajo çfarë është e rëndësishme, të japin mundësi edhe për të qenë sa më produktiv në aktivitetin e tyre, referuar kërkesave në tregun vendës, por edhe më gjerë. Në mbyllje të këtij demonstrimi, ajo çfarë ne sugjerojmë është që të vizitoni faqen online të ABA Center, ku ju do të gjeni informacion, por jo vetëm të dhëna, pyetje, përgjigje sa i përket aktiviteteve që ju keni apo ndërmerrni në fermën tuaj, po kryesisht për investimet në fermë. Edhe një herë ju faleminderit.